Policia ka zbardhur ngjarjen në qytetin e Laçit, ku si pasojë një konflikti të armatosur, mbetën të plagosur 5 persona. 2 të rinj janë arrestuar si autorë të dyshuar të ngjarjes, ndërsa gjatë operacionit janë sekuestruar 2 armë zjarri dhe mjete të tjera të përdorura. Në Prangaran, Klevis Ndreça dhe Daniel Gjeloshi. Sipas hetimeve paraprake, konflikti ka nisur për një aksident të vogël rrugor dhe ka degeneruar në përdorim armësh. Policia dhe prokuroria ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Zbardhet dinamika e ngjarjes së ndodhur mesditën e dieshme në Laç, vjen në pranga 2 autorë që përdorën armët e zjarrit dhe përpasoj u plagosën 5 shtetas. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistoleta të përdorur nga autorët, tashmë të arrestuar. Në vim të informacionit të dhënë për ngjarjen e ndodhur më datë 3/5/2025, rreth orës 13:27 në Laç, ku si pasojë një konflikti u plagosën me armë zjarri 5 shtetas, grupi hetimor intensifikoi veprimet ndërkohë që forcat operacionale vijuan kontrollet në terren për kapjen e autorit. Latërsia e veprimeve hetimore të kryera rezulton se konflikti mes të rinjve ka nisur për motive të dobta dhe më pas ka vijuar mes palëve duke përdorur armët e zjarrit. Nga kthyrja e kamerave të sigurisë dhe në sajt të veprimeve hetimore të shpejta dhe profesionale, është bërë e mundur sqarimi i dinamikës së ngjarjes, ku është dokumentuar se janë përdorur 2 armë zjarri, një armë me ftohtë, si dhe 2 automjete të cilët janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, i cili mbeti i plagosur gjatë konfliktit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, si dhe Klevis Ndreça, 28 vjeç, të dyshuar si autor për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Materialet hetimore do t'i referohen prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të tjera hetimore.